mua nuk më kanë vjedhur kur. Spaku jon asë një gjë, qa ka marrë të gatshme ka deshifruar, sot u deshifrua dhe grupi i Rumit të Shijakut, janë sekuestruar një 600.000 metra toka ndej nga Durrësi, me kadastrën e Durrësit dhe falsifikimet e shumta që janë bërë. Kjo të regon që propaganda, Profesor, ju me cilin grup jeni? PR-i, unë jam me shumë grup. Serb me kë? Por ajo e Albanian Files është thelbësore. Megjithatë, ajo që po ndodh është po shembet kështjella e fundit e imazhit të mirë ndërtuar e monopolit mi imazhin e Shqipërisë, mi imazhin e pushtetit e tjerë. Dhe në këtë proces shembjet kanë mrit në një pik paniku që çdo gjë që thojnë e shumë fishon dëmin ndaj tyre. Pra më të fituar janë nëse nuk flasin, se sa të fliqin. Rastisht, më ndoli një postim i Blendi Gonxhës, ku fliste për plazhet publike në Ksamil. Dhe nga 500 komente ishin kundër, negative. Tani, kur I ke 100% kundër, do të thotë për kuriozitet, hysh dhe ti shohësh. Dhe janë profilet vërteta, sepse ata përdorin profile falso. Sepse kam rrit pika në atë moment, ku tek ai që u denoncoi deputeti Kapri, çdo biznesmen e sheh veten aty. Ashtu sikur se çdo hallexhi, çdo njeri I thjesht shqiptar e sheh tek ai që u zvarrit atje u tërhoj zvarrët Zvënes dhe tek ai I riu dhe ata trit që u tërhojnë zvarr sot në bulevard. Profesor, ju e keni ndier veten nën trysni apo nën presion për të mos qenë pjesë e protestës apo për të mos mbajtur ato qëndrime publike pro protestës që ju keni mbajtur? Se në fakt për hir të vërtetës, komuniteti I pedagogëve, I intelektualëve të njohur, I këtyre profesorëve, ka qëndruar pak në llogoren e vet. Nuk është... Dakord, është shumë objektive dhe subjektive. Pra nuk mund të thuash varet edhe nga mënyra I qasjes dhe besoj se edhe komuniteti I le të themi I akademikëve, I kërkuesve, I pedagogëve e tjerë, të paktën janë e ndjejnë veten po aq të tërhequr zvarr sikur se ata të cilët dhe po aq të kërcënuar sikur se çështja është se duke u kthyer tek pensionistët, edhe pensionistëve u kemi rënë shaf, sepse të gjithë shqiptarët, sidomos pensionistët, po përjetojnë këtë periudhë, pra kjo protest po krijon një koalicion brezash, që nuk duhet ta humbasim si frymë. Është shumë e rëndësishme. Dhe tjetra, propaganda ka kriju idenë se me bonuse janë ble pensionistët. Nuk është e vërtetë. Ashtu si